Rreth 90% e vajzave 13 vjeçare janë përgjigjur thirrjes për vaksinimin HPV në arkun kohor të 4 viteve në Fier. Mjekja Blerta Muskaj pohon se vetëm në qendrën shëndetësore numër 1 për gjatë 4 viteve janë regjistruar 305 raste vaksinimi, teksa ka theksuar se nuk kanë munguar edhe refuzimet. Numri total në qendrën tonë i vaksinimit kundër HPV-s është 305, ka prindër të cilët pavarësisht se fëmia nuk ka moshën 13 vjeçare, pra nuk përmbush të kush, është përpjekur që po këtë vaksinë t'ja blejë dhe t'ja aplikojë në mënyrë private. Ka pasur refuzime, nuk mund të them, mirë po kemi arritur disi të bëjmë një punë shumë bindse që dhe ata prindër ta vaksinojnë fëmijën e tyre. Muskaj ka pohuar gjithashtu se kjo vaksinë tashmë është bërë pjesë e kalendarit kombëtar të vaksinimit edhe për djemt. Që nga janari i vitit 2026, ajo është aplikuar, ka thënë aplikimi edhe tek meshkujt 13 vjeç, pasi HPV-ja është një virus i cili prek të dyja gjinit, si femrat edhe meshkujt. Efektet anësore të vaksinës HPV sipas mjekes janë të ngjashme me ato të vaksinave të tjera dhe kalojnë lehtë, pa komplikacione, ndërsa ka apeluar për të gjithë prindërit skeptik të mos hezitojnë t'u aplikojnë fëmijëve të tyre pasi parandalon disa lloje kanceri. Efektet anësore, efektet nuk janë si çdo vaksinë tjetër, nuk janë shumë madhore, është dhimbje në vendin e aplikimit, skuqe, gjë të cilat kalojnë brenda 1-2 ditëve. Mesazhi im do ishte për të gjithë prindrit që vaksina kundër HPV-s shpëton jetë dhe është më mirë të parandalor se sa të trajtohet. Ndërkohë, sipas informacioneve të marra pranë Institutit të Shëndetit Publik në Fier, nga 3 bashkitë Fier, Roskovec dhe Patos, ky fundit ka patur interesin më të lartë për marrjen e vaksinës HPV.